Prej vitesh banorët e fshatit Nart përballen me mungesën e ujit të pijshëm, një problem që bëhet edhe më i imprer gjatë muajve korrik dhe gusht, kur temperaturat arrin kulmin dhe fluksi i pushuesve në zonë rritet ndjeshëm. Banorët thonë se në ditët më të nxehta çezmat në shumë banesa mbeten thuajse të thata. Sipas tyre, situata përkeqësohet për shkak të konsumit të lartë të ujit nga bizneset që ushtrojnë aktivitetet në zonën turistike të Zvërnecit. Ata pretendojnë se një pjesë e konsiderueshme e ujit shkon për këto subjekte, ndërsa familjet në Nart mbeten pa furnizimin e nevojshëm. Shumë prej tyre tregojnë se uji vjen vetëm për rreth gjysmore në ditë dhe kjo vetëm në disa lagje të fshatit. Për pjesën më të madhe të banorëve, furnizimi me ujë është pothuajse i pamundur duke krijuar vështirësi jo vetëm për nevojat bazë të familjes, por edhe për higjienën e përditshme apo ujitjen e kopshteve dhe perimeve. Por s'ka ujë, ne. Na dërgojnë një herë në 2 ditë, mbushim nga kambush. Shumë ditë nuk na dërgojnë fare. Jo prish pompa, jo s'ka drita, jo. Gjen një pretekst. Nga maji, kur fillon? Nga maji, ditë bejarin, shedo. Edhe problemi e shuji. Jetë atje në mapo këtu, që ishin ata, si thanë ata. Pa ujë. Jetë zgjidh shteti. Ne jemi ngritur edhe në greve tjeta, po shteti. Qartë të themi, nuk themi gjë. Narta po digjet për ujë. Ka mbi 10 vjetë. Sikur e marrin ato ndërmarrjet ose ata që kanë ngritur në për plazhe në për ato, ose atëherë nuk në furnizojnë drejt ajo bashkia me ujë. Për pirë blejnë. Shumë keq. Do me thënë, ka ditë që nuk ka ujë një. Nuk e hapin qezmat, pa pik ujë. U thanë të gjithat. Ka ditë nuk e llogaritëm. Uji ma vërije qesë. Probleme është vetëm uji. Asgjë tjetër. Kush po që kam 2 djemt këtu. Të 2 djemt janë, kosti janë. Se ne uji nuk ka. Kjo është problem për të gjithë. Nuk është problem për ne vetëm. Se ne i kemi bërë kushtet që të kemi ujë, edhe ujë s'kemi. Tu është problem, unë jam Vangjeli nga Narta, kam paguar faturat dhe kam marrë dhe kam dhe dokumentat për ankesa, që kam marrë aty dhe do t'jetë në gjyq, do jetë kompaninë. Ka vaqi 5 muaj, 6 muaj pa ujë. Ai shiko pse vim me këtu. Shiko atje që nuk ka fare, asnjë gjë. Vaqi kaq kohë. Po të ujë do të ushtjellsi. Po kam bërë që nuk më vjen ujë, unë lek paguaj dhe edhe ujë nuk vjen. Po çati kam faturat, kam dokumentat të gjitha aty, kam edhe ankesat që kam bërë atje te kompania. Jo, ku di unë, ja, shikoj gjendja tani që vemi bashkë atje nuk ka ujë. Edhe banorët të Nartës që prej vitesh jetojnë dhe punojnë në Greqi, por që kthehen gjatë verës në vendlindje, shprehen se kjo është një problematike përsëritur çdo sezon. Ata thonë se prej shumë vitesh dëgjojnë premtime për zgjidhjen e situatës, por realiteti mbetet i njëjtë. Sipas tyre, tashmë është koha për një zgjidhje përfundimtare që t'i jap fund mungesës së ujit të pijshëm. Neve kemi problem të madhe dhe për ujin e pijshëm. Neve vjen një orë në mëngjes, gjithmonë e fshatit nuk merr ujë. Si do bëhet kjo nuk dihet. Neve kemi patur nga Novosela, mersim 24 orë kemi çuar dhe lart për të vaditur nga Novosela. Tash nuk kemi ujë fare, vjen djem këtu nuk din të lajë fare. Prandaj nuk vjen të ditë. Greku na i bëri që të gjitha. Dhe neve tani s'kemi ujë fare. Si japim asnjë gjë, ja, u kalbën rrobat në lavatriçe kanë 3-4 ditë. Si u japim, kanë dalë gjithë myt. Gjuna nga Zoti është. Tu kanë mbaruar, Narta është vendi më i mirë në Shqipëri. Janë njerëzit më të mirë, më të mrekullueshëm, më punëtor. Nuk ka vend më të mirë si Narta. Po është gjuna mos e vësh dorë për Nartën. Po janë një pjesë e vogël është. Tani kur që të gjithë pse të ikin? Pse të ikin? Ka ngel vetëm pleqtu, është gjuna. Na vjen për të qarë, unë kam qenë kaq vite ande, kam marrë dhe jam kthyer këtu, se kam burin të paralizuar. Me bidona. Për të larë nga pusi. Kush ka pus, kush s'ka, vemi në ujtë ftohtë aty të marrim. Është problemi i madh shumë, shumë problem. Ku? Ja, erdhë s'kam bërë asnjë punë. Nga Narta jam, kam shpinë këtu. Erdhëm çik për bear, presto vjen dhe fëmijët. Çfarë do vinë? Do vinë do ikin prapë, çfarë do bëj? Po pa ujë. Pa ujë. S'ka ujë. Ne me kohën e Hoxhës e kishim dhe pajeka, edhe derdhjes në kanaje. Tani bota janë miliona, është turp të thua s'ka ujë.
këtu, punuam, bëm një dy këshu, të jetojmë dhe neve si njerës. Kot kjo vit. Mungesa e ujit të pijshëm mbetet një nga shqetësimet kryesore të banorëve të Nartës dhe Zvërnecit, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Në një zonë që çdo verë pret mira vizitor, banorët kërkojnë që furnizimi me ujë të mos jetë më një problem i përvitshëm, por të garantohet në mënyrë të qëndrueshme për të gjithë.